Shembja e dheut rreth shtëpisë Ramadan Huruglicës po rrezikon jetën kësaj familje, por edhe banorëve të tjerë në këtë pjesë të lagjes Malësia në Kamenicë. Që të 3 shtëpitë që janë të ndërtuara nga donatorë të ndryshëm në këtë pjesë kanë pothuajse të njëjtin hall. Që kjo shem ta që u shem, domthonë pritet më shem hala këtu. Unë vetë s'ka mujtësi me bo kur gjo, vetëm komuna nëse mund, për që tërkush shtirë, ose u jam rast social, nuk s'ka mujtësi kur qysh. O shumë e shemë dhe pritet hala më shemë. A ka pas vërshime këtu? Ka pas vërshime, po. Kërkes ku bon komun, emergjenca u konë, vetëm e ka këshyr, e ka fotografu, tjetër kur gjos... Edhe hasimja banore e kësaj lagjeje po e ka të njëjtin hall, përveç kësaj jeta po e përball edhe me probleme të tjera. Ajo në këtë moshë ka mbi supe të tërë familjen e saj, të cilët janë me aftësi të kufizuara. Po është e vërtet, uji më ka ra në shpe, bilo më ka hedhe brenda shpis, laminatën e ka dëmtu pak. Ndërtimi i këtyre shtëpive, siç mësuam nga banorët e këtushëm, është bërë me lejen e komunës, por në këtë rast komuna nuk ka intervenuar që t'u rregulloj sadopak edhe infrastrukturën rrugore. Dikur hyrja me makinë në oborrin e shtëpisë së Hasimës ka qenë e pamundur, por ajo me vetë iniciativë ka hapur rrugën, sepse në të kundërtën nuk do t'ja dilte t'i kryente obligimet rreth familjes së saj. Vete kom hapë, por arsye që këtu komuna na i ka dhënë këto roje, po ata nuk e kanë mendu por me pas rrugna me hi në baras njëri prej neve me makina, ose na muj me pas rast për smundje, ose por me hru ushqimin. Ti pas ke shumë nevojë. Do mos tonë që kam nevojë, që kam babin 80 vjeçar, nanën me të meta, vllon me aftësi të kufizume, mu gjithsesi më do të kerën me pas paradere, pa marr parasysh a me marr taksi ose vet makinën teme, edhe u dash me investu vetën në këtë rrugë. Krejt dhejun e kom siguru 16 kamiona dhe i kom qitë në këtë rrullë, por me rregullu këtë rrugë. Kush të kanë ndihmu? Por mi kanë dhonë kur ndërture i kanë Kamenicën qeverisjen e kalume, që ka pas borlog edhe 10 keq, ata mi kanë prun shpe. Po edhe kom rregullu vetë, tani bagerin kur me rregullu, kom pagu vetë, 200 euro më kanë kushtu. Krejt me budget hemin e kom rregullu. Në këtë pjesë nuk ka asë rjetë të kanalizimit, ku ujrat e zeza nga këto 3 familje, po pengojnë shumë fëqinjeve të tyre. Është problemi shumë i madh se të trijat nuk janë të kyçën e kanalizim. Edhe problemi më i madh është se ne jetojmë në këtu, siç produket këtu Trevllazën, edhe kemi të tre, kemi bunarët, pusët, të cilët furnizojmë me ta, me ujë, kurse ne na rrezikon kjo ndotja e kanalizimit që vjen prej 3 shtëpive, prej lartë. Përveç kësaj pjese, në lagjen Malësia në Kamenicë hasëm në një infrastrukturë të mirë rrugore, por aty ku ka gjasa të ndodh prap shembja e dheut, është pikrisht ky vend, për cilën banorët kërkojnë nga komuna të ndërmarrin masa në parandalimin e mësëkeqës. Po vazhdojmë pra që diskutojmë me zyrtarin e lartë në Departamentin e Shërbimeve Publike në Komunën e Kamenicës, Hysen Jerliun, të cilin e kemi këtu në studio. Zoti Jerliun, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Do të nisja bisedën me juve, zotri Jerliu, për rastin e atyre 3 familjeve të cilat i pam në kronik, gjithsesht Huruglica ishte mbiemri Ramadan Huruglica, i cili ishte, do të them pak sa më i rrezikuar nga 2 të tjerët për shkak të shembjes së dheut. Kishin qenë emergjenca dhe kishin vizitu, po deri më tash nuk është marrë diçka. Cili është qëndrimi juaj, do më thënë, keni plan që të intervenoni aty diçka për me evituat problemat rrezikta quaja? Po, na kemi një uri lidhe me problemet e këtyre familjeve, por mund të them që nuk janë vetëm këto familje në komunën e Kamenicës të cilat janë të rrezikuara nga vërshimet e fundit që kanë qenë, mendoj që kanë qenë në tërë Kosovën. Mund të them se që ditën e vërshimeve kur ka qenë, kryetari i komunës ka nxjerrë një vendim dhe ka emëruar një ekip apo një komision i cili ka dalë në teren pa ndërprerje dhe me njerë ka fillu vlerësimin e dameve edhe të shtunën edhe dilën edhe ditëve të vikendit dhe i ka bërë vlerësimet në të gjithë teritorin e komunës Kamenicës. Me qenë se është fjala për këto 3 familje, gjë që thash më përpara se nuk e kemi vetëm këto, ka realisht edhe pjesë tjera si në lagjen Qameria, lagjen Iliria, po edhe pjesë në përfshatra tjera që janë periferike. Komisioni ka vlerësuar edhe në për këto familje, që janë në raste sociale është e vërtet,
Dhe pas raportimit, Komisioni ka bërë një vlerësim të dëmeve, mund të themi që një vlerë rreth 326.000 euro. Do më dëme që ka kemi në tërë teritorin e komunës Kamenicës. Ato, kryetari me një prioritet veçant i ka debatu me në bordin e drejtorëve, dhe faktikisht gjithsesi që do t'japmi që thash prioritet edhe për zgjedhjen e tyre problemeve. Nuk e kemi lehtë, pasi që për buxhetin komunal kjo nuk është shumë e vogël për komunën tonë, megjithatë gjithsesi do t'ju dalmi në ndihmë këtyre qytetarëve. Se përket ujrave të zeza, kanalizimit që ceki kjo vajza, është e vërtet se domethënë këto që ceki edhe vetë që domethënë ku vendi komunal ju kanë dhënë trojt atyne dhe e dim që në raste sociale dhe me disa donatorë bamirë që kanë ndërtu objektet e veta. Shtëpia mirë, po realisht kemi pas probleme në kyçen në kanalizim, pasi që ne kemi llogaritë se do të lidhen në afërsi të tyre që e kanë me fqinjët e vetë që janë aty. Mirë, po realisht për shkak të kapacitetit të gypave që janë të vendosur aty, nuk ka pas mundësi që të lidhen atë dhe ne kemi bërë disa paramasa me insistimin e kryetarit dhe neve na do që të shkojmë në një distancë rreth 260 metra nga ato familje, nga shtëpia, që pak ndoshta që mund të na sjellë edhe probleme për shkak se kemi të pamundur që mos ta prekmi pronën private. Dhe do ta gjejmë ndonjë kompromis me banorët që janë. A keni diskutuar ka gjasa që mund të hasni në mirë kuptime dhe me gjithë ata? Po, unë shpresoj që këtë vit, domethënë çka thash kryetari ka dhënë një fond rreth 30.000 euro vetëm për kanalizime dhe brenda aktivitit do të jetë kjo çështje e zgjidhur. Çështja e rregullimit të rrugës edhe aty vetë me vetë iniciativë. Kjo shkon paralelisht me atë domethënë me zgjedhjen e kanalizimit, domethënë me mënyrë automatike edhe rrugët do ta zgjidhin, pasi që rruga është një problem më i vogël, pasi që sistemi i gropimit apo është i tillë kështu. Okej, po më intereson të di zotëri Erliu se në çfarë fazash do të mund nisin punimet aty, në çfarë periudhe kohore, me që veç buxhetin e paskë ndarë ndoshta nuk ju vjen shumë kohë. Unë nuk mund të jap ndonjë datë për shkak janë procedurat e prokurimit, të cilat zyra e prokurimit do të mirret me këto, mirë po domthon prioriteti i qeverisë komunale, kryetari në rend të parë që janë caktuar me zgjedhja këtyre problemeve. Okej, ndërkaq që e pam dhe na ra në sy infrastrukturë goxha e mirë, me njëherë në lagjën poshtë këtyre 3 shtëpive që i pam në për lagjën Malësia, do me thënë kishte asfalt, kishte rrjet kanalizimit, me usjellsin probleme aty këtu, mirë po ishte edhe një problem i shambjes së dheut si për kësaj lagjeje. Keni evidentu të problem? Po janë të evidentuar të gjitha këto shka thash nga komisioni caktuar që ceka më përpara, dhe gjitha janë të vlera, janë edhe në shumë valutore se cila lagje dhe se cila pjesë e qytetit është veç e veç, që ceka shumë në total shka ishte që thash shumë. Unë mendoj që do të kërkojmë nga qeveria Kosovës, do të kemë do një përkrajbë, me gjitha te do me thonë, kjo është në rend të parë të zgjedhjes së gjitha problemeve shka janë, pasi që janë duket problemi kjo që është për neve është pike dovt, mund të themi që këto familje janë. Edhe konfiguracioni ishte i tillë që ndoshta është problem për me intervenu në terenet të tilla. Gjithsesi problemet janë evidente aty, mirë po na duhet që ta gjejmë do zgjidhje dhe shpresoj që do ta gjejmë zgjidhje. Çështja e ujësjellësit, ç'është problemi i ujësjellësit? Banorët më thanë se ka rrjet instalimit të ujësjellësit, por furnizohen prej puseve me që nuk arrin të furnizohen sa duhet. Na kemi pas domethënë pika ku janë më nalte të domethënë disa shtëpi që kanë pjesën e sipërme, aty kanë ma probleme domethënë dalja e ujit, ndërsa ato janë të lidhura në rrjetin e ujësjellësit të gjitha. Ne para një kohë kemi vendosur disa puse në pjesën tjetër të lagjes Malësia dhe kemi bërë një bazen domethënë pjesën e sipërme të varrezat mbi këto shtëpi që kanë aty dhe unë mendoj që edhe te këto nuk është problemi komedit saj aq i pa ujtë. Ka probleme, mirë po realisht nuk janë probleme të përhershme. Unë mendoj që çdo pjesë tjetër e qytetit, ju dini se komuna Kamenicës nuk ka zgjidhje 100% problemin e ujit, pasi që çdo lagje ka probleme të tilla, por jo të përhershme. Jo të përhershme, më thënë. Atëherë mund të përfundojmë se do të bëhet zgjidhje për banorët, domethënë do të ketë mundësi të evitohet rreziku nga shembje më të gjithsesi, komuna është në gjendje dhe ka prioritet të zgjidhjen e këtyre problemeve. Edhe çështja e rrjetit të ujrave të zeza, që bashkërisht do të shkojnë. Po mendoj që zbardh. Faleminderit shumë zoti Erliu që na shpjegove në lidhje me këtë problem dhe ndoshta qytetarët tuaj tashmë presin edhe më tepër se sa që kanë prit deri më tash, se nuk kanë mbetur të harruar ashtu siç interpretuan edhe në storje. Ndërkaq juve punë të mbarë në projektet e vazhdueshme që i keni në komunën e Kamenicës.